Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhon që fëmijët tonë t'i shoqërojmë, ç'është? A ecën? Nëse prej atyre që se ne mban para mendoho, urinën të mëmë, atër në regull. Por nëse e mban urinën, në atë moshë është, ne duhet të marrëm për dore edhe të qëmë në gjami, të falet me ne. Unë këto forma i kum pa, në Siri për shembull, ke edhe fëmijët vogli. A beson, fëmijët 6 vjeçar, 5 vjeçar, 6 vjeçar, sidomos, kanë shoqërinë e tyre në xhami. Këtë 6 vjeçar janë. Unë isha njëherë në lagjen Midan, në Siri, në Damask. Lagja Midan është e dallume, lagjë islame. Kur të hish atë, më në reheton se ke hi më një lagjë dhe më thonë që është musliman. E kisha një shok bashkë me atë mësojshim edhe banojshim atë, pa dhe plot kishtë tjerë, paj, aj i kishtë qif fëmijët më tepër dhe më thonë, meraj me ata. Unë e të mësohë një dit, a erdhë, kishtë dalë në xhami të falet, edhe kur me i prunë 20 fëmijët në dhomë atë, ama me të vërtet, si do një va të regu edhe emri, një smëlakia, miftiu tash në orë, 20 fëmijë, nuk kish vend, kret ish mbush, unë mbush dhoma. Edhe kret, njëni 6 vjet, njëni 7 vjet, njëni 6 vjet, njëni 7 vjet, 8 vjet, qashtu dhe më thonë. Pre xhamia që i ka varë. Shoshnia e xhamis. A besoni? Edhe, normal ato, në më thonë, ndjehen, kur të i pejsë është diçka, ndjehen, shumë të lumtur ndjehen. Edhe mësohet që ta donë të tjetërin për hir të Allahu xhaleshanu duke qenë i vogël, duke u rritur. Me atë mendim rritet. Normal se ai kur të di bën 10 vjet, 11 vjet, nuk i e problem me atë person. Ama baba e ka ushtru. E merë me vete. Thashune, nëse atë ku është ajo problemi, nëse për shembull mund bëhet një problem, atë në rregull, ama e kalon atë fazë, atëherë duhet mirët. Të ne problemi madh, i kanë ka 12 vjet, ka 13 vjet, ka 14 vjet. Çka janë këto fëmijë me këto? Kush i ka provë me këto fëmijë? A o të shton? Kush i ka provë këto fëmijë këto? Pastaj, normal kena problem gjatë Ramazanit, se një kontrolën. Pa atë e ke lënë të hije në xhami i pa përgatitun. Edhe sa merë tha një hoqë, ne duhet t'i përgatitim ato, normal që kur të bëhen për të ardhur aty në xhami, të shofën fytyra të buzëqeshura, ashtu? Jo fytyra të mrola, të ne, për shembull, në xhamin ton, kur të veje, edhe qitek i madh, dajak i madh. Pse? Se normal dhe më thënë ka probleme, edhe ka prindet, edhe ka fëmijë, po edhe ka xhamati. Kretanët ka probleme. Pra, qëllimin ku e kisha? Qëllimi ishte ta ajo që më së zgjati, se këto fjalë kreti dim ne. Jo se nuk i dim, po puna është të fillojmë me punë.
Se nëse nuk fillohet, atër kur gjo hiq. A besoni, e nde ato fytyrat ative fëmijëve, mërin për para, kish njëni ish pak më i trasht, njëni, kështë të më thonë, alisë mërin, besoni. Edhe, si i kish mësu hoxha, që nuk mësojnë të hoxha. Vënë e falin namazin, e në shoshnijen bëta, edhe normal të më thonë, në përzjeret dikunt edhe shoshnohen. Nuk janë të mektebit. Fëmijët e shoqërum në xhamit muhallës. Edhe e mba mend, hiq për mu thonë, tha, unë jam filani, jam qka shveqar, edhe nëse për shembull ka hinë shkollë, e kalzonte, jam klase parë për shembull. E qetër, me radhë, kretë. Normal se nëse veprojmë në këtë mënyrë, atëherë do të ndryshoje situata, botë kuptimi do të ndryshoje. Ai nuk thot, edhe nuk do të kesh edhe problem. E din se çka do të thotë namaz, edhe nuk e diskuton atë gjë. Namazi hin brenda orarit punës, edhe u kri puna.